Ndërsa burgjet e diktaturës janë lënë në hares dhe nuk shërbejnë si pasqyrjes së shkuarës, për shoqërinë që të ndërtojnë një të ardhme më të drejtë, ky projekt duket vetëm një element elektoral i dobët. Viktimat e atij sistemi të shkuar nuk përfitojnë asnjë moral reflektues nga ky projekt. Sigurisht, ata që janë pjesë e tij mund të përfitojnë ndonjë shpërblim modest, po kurse si janë duke dhënë ndonjë kontribut që shkuara dhe drejtësia ndaj saj të shërbejnë si themel për drejtësinë morale aq të nevojshme për çdo shoqëri. Ky do të jetë memoriali i persekutimit komunist, që bashkon në një instalacion 3 objekte të ngarkuara me simbolika lokale dhe universale. Ndërhyrja artistike ku do të ndërtohet memoriali si një metaforë arkeologjisë së vuajtjes dhe dhimbjes. Muri i Berlinit është një copë e murit dhurat që është bërë Bashkisë së Tiranës nga Bashkia e Berlinit, ka theksuar Lubonja. Por në fakt, a është i mirëgjetur vend dhe i justifikuar ky projekt? Muri i Berlinit ndau 2 popull të kombit gjerman në 2 sisteme dhe 2 shtete, ndërsa bloku ynë ndau popullin e persekutuar nga persekutuesit. Këta të fundit persekutonin njëri tjetrin për të bërë figurë të mirë te krye persekutori dhe si rrjedhim të fitonin pushtet në kurrizë të popullit. Por përtej kësaj të gjithë ne që kemi jetuar atë diktaturë, e dim se persekutimi, izolimi nuk realizoi aty në blok dhe qarqet rreth tij, ku nuk mungonte të hynte Rai, Mediaset dhe kanalet e tjera televizive perëndimore, të cilat nuk duhej të ishinin kurse si klasa punëtore që kishte pushtetin. Agjanset arrinin vetëm tek njerëzit e blokut dhe atyre që ishin të besuar dhe punonin për partinë dhe propagandën e saj, që një pjesë e cilëve nuk dinte të lexonte. Ata që dinin gjuhë të huaja, që nuk e kishin mundësinë e njerëzve të Partisë Komuniste në blok apo bloqet e tjera të sistemit, tek ajo pjesë e vogël e Shqipërisë, bloqet pra, nuk ekzekutoi veç se loja për pushtet nga devotshmëria së cilës shtrëngoi izolimi dhe persekutimi i njerëzve të thjeshtë, jo partijak, veçanërisht intelektualëve. Bllokmenët ishin të vetmit që mund të vizitonin botën tjetër komuniste, por qoftë dhe për botën e lirë perëndimore. Ndërsa burgjet e diktaturës janë lënë ares dhe nuk shërbejnë si pasqyrjes së shkuarës për shoqërinë që të ndërtojnë një të ardhme më të drejtë. Ky projekt duket vetëm një element elektoral i dobët. Viktimat e atij sistemi të shkuar nuk përfitojnë asnjë morale reflektues nga ky projekt. Sigurisht, ata që janë pjesë e tij mund përfitojnë në një shpërblim modest, po kurse si janë duke dhënë ndonjë kontribut që e shkuara dhe drejtësia ndaj saj të shërbejnë si themel për drejtësinë morale aq të nevojshme për çdo shoqëri.